Jemi sërish së bashku, këtë herë jam me kolegun Gjevaje Zhabina. Mirë se erdhe, Gjeve. Se gjeta Ina. Duke sigur këto ditë nxehta nga temperatura do të ishin më të qeta pas zgjedhjeve, por ja që ka disa zhvillime të rëndësishme, dosje të mbartura, por dhe hetime të reja. Ajo që unë po diskutonim edhe po trajtoja me kolegun Arsen Rusa ka të bëjë me një rrjetë të kontrabandës cigareve, që është si e re, le të themi, pastaj do të ndalemi edhe në dosje tjera, ajo pak të rëndësishme. Në fakt është një hetim i 2023 i prokurisë së posaçme me në qendër kompaninë Albanian Tabak, fabrika e cigareve, për një skemë të mirëfillt, po them kontrabande cigaresh të shtrirë në kohë dhe të përfshirë me dhjetra persona. Gjithsej janë lëshuar 36 urdhër arresti nga prokuria e posaçme dhe të cilat janë miratuar nga gjykata. 15 prej tyre janë arrest me burg, vetëm 5 janë ekzekutuar nga këto urdhër arreste. Kemi edhe 20 urdhër arreste quhen dhe në këtë rast pasi kemi një masë sigurie për ta persona, por masa e sigurisë është më e lehtë, detyrimi për të paraqitur në prokuri dhe ndalimi për të dalë jashtë vendit me bllokim pasaporte, janë 20 persona të tillë. Kemi dhe një urdhër arrest shtëpie për një person tjetër. Vlen të përmendet që vetëm 5 janë ekzekutuar nga urdhër arrestet me arrest me burg. Pjesa tjetër më pas janë shpallur në kërkim nga policia dhe është duke punuar për kapjen e tyre. Megjithatë, skema të fokusohemi pak më shumë tek shifrat, pasi ajo intereson të gjithë dhe janë rreth 36 milion euro detyrime të papaguara ndaj shtetit shqiptar me anë të kësaj skeme, dhe skema është kishte edhe në vendet e Bashkimit Evropian ja 12 që çon në 42-43 tani. Po është një hetim i cili vazhdon dhe kam përshtypjen që llogarit bëhen her pas here, kështu që por të fokusohemi pak tek mënyra se si ka funksionuar kjo skemë, paktën sipas prokurisë së posaçme, është që prodhohen cigaret në vendin ton, bëhet një marrëveshje me një kompani jashtë vendit, por në fakt këto cigare nuk i shiten kompanisë dhe qëndrojnë në Shqipëri dhe më pas me anë të rrugëve të palishme dërgohen drejt destinacioneve të cilët kompania i intereson dhe kërkon t'i shes, duke shmangur çdo lloj detyrimi doganor, ashtu siç e përcaktojnë ligjet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, kështu që pak a shumë kjo është skema, por ajo që bën përshtypje është edhe shitja që ka bërë kompania, të gjithë aktivitetit të saj muajin e fundit kam përshtypjen dhe e cila është miratuar dhe është reflektuar në QGB vetëm ditën e djeshme. Nuk dihet nëse kjo ka lidhje me dijenin që ka pasur kompania se ndaj saj po zhvillohej një hetim apo jo, megjithatë kjo mbetet për të parë se cili është edhe roli i kompanisë që ka blerë këtë aktivitet. E kanë nxjerrë dje se si janë bërë ndryshimet e pronarëve, këtë po më le të kuptoj, pra si është blerë? Jo, paktën gjitha këto ndryshime janë reflektuar ditën e djeshme në qendrën kombëtare të biznesit dhe por sigurisht që dhe kjo mund të jetë pjesë e hetimit të prokurisë, megjithatë deri në këtë moment nuk është se masa të shkojë për tej. Të shohë shifrat se si sepse nëse flasim për një dëm kaq të madh, i bie që këtu ka qarkulluar shumë para. Tani ideja është shitet në mënyrë fiktive, shitet nuk i kam parë shifrat për të përcaktuar, nuk i kam parë shifrat ende, apo është transakcion normal në botën e biznesit. Është një verifikim i cili mund të bëhet shumë thjesht, por nuk e kam parë shifrën se sa është shifra e cila është shitur kjo kompani. Megjithatë, ajo që bën më shumë përshtypje në këtë histori AIDA është edhe niveli i përfshirjes së doganave në këtë aktivitet të palishëm. Kemi 20 punonjës dogane të cilëve ndaj të cilëve është caktuar masë sigurie, jo vetëm rrjet, po këta sipas prokurisë janë grupi strukturuar kriminal të cilët kanë vepruar për një kohë të caktuar, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm të tillë. Nga 2023 deri tani ose 2023, por kjo duhet parë sepse kjo kompani me ç'informacion kam unë është që ka pasur dhe hetimet në vitin 2015 dhe 2017, kështu që
por hetimi i prokurisë së posaçme nuk është trirë në këto vite. Në atë kohë, me qa kujtoj unë, ishin doganat angleze të cilat njoftuan palën shqiptare, por hetimet u pezulluan për shkak se prokuria në të kohë nisi disa letër porosi jashtë vendit, por edhe që nuk mori kurrë përgjigje dhe në këtë mënyrë pati një pezullim hetimesh. Unë nuk e di nëse prokuria e posaçme i ka hyrë hetimit të këtyre viteve, por nga njoftimi që ne kemi dhe nga aq pak informacion që kemi mundur të marrim, është që hetimi është i vitit 2023 edhe më pas. Kështu që, por mbetet për të parë, pasi hetimi është duke u zhvilluar, duke hetuar, dhe ne në Prokurinë e posaçme, me drejt zoti kolegu Rusta tha që do të shohim edhe zyrtar të lartë të doganës, pasi është një skemë e cila ka funksionuar në hundët e tyre, me një dëm shumë të madh ndaj buxhetit shtetit, dhe kam përshtypjen që ne kemi parë edhe njoftime doganës, jo vetëm doganës, por edhe policisë shtetit që shohim që ata arrin të detektojnë kur kalon një person me një çantë me po them 10 steka cigaresh dhe mos kuptosh se ka funksionuar një skemë e tillë. Ato që janë për përdorim vetjak, jo më imagjino. Është pak e vështirë për të besuar. Është pak e vështirë për të besuar. Shkon në nivelet larta, politikan, drejtor, si e sheh? Po nuk di ta them nëse mund. Bashkëtorja e një deputeti dilte aty dushe, po. Po pra, po punojse doganës ishe. Po pjesë e skemës, Po dakord, po punojse doganës ishe dhe ajo, po jo në nivel drejtorësh dhe duke patur parasysh shifrat, kohën e gjatë që ka funksionuar skema, kam përshtypjen që këto lloj aktivitetesh nuk mund të funksionojnë pa bekimin nga lart. Kështu që por se sa të mundur do ta ketë prokuria e posaçme të shkojë tek doganat apo tek një ndikim politik në këtë rast, unë nuk di ta them, ndoshta duhet presim dhe pak hetimin, por duke patur parasysh se si shkojnë hetimet në Shqipëri, unë kam përshtypjen që kjo skem ka përngelur në këto emra që ne jemi duke diskutuar dhe në këto emra që ka pasur masa sigurie. Shohim këto, e ditët në vijim. Ta shohim. Ndërkohë, ndalemi tek dosja 5D e bujshme, që sigurisht shkoi deri tek Erion Veliaj, i cili tashmë është pas hekurave. Për çfarë ndodh me pjesën tjetër, çfarë ndodh me zyrtarët e bashkisë. Dhe këtu gjeve ne patëm shifra maramonse, për herë të parë pam se si ishte krijuar ajo kompania që çdo gjë e qarkullonte në pak emra, por shifrat ishin të frikshme, të paktën në mënyra se si kishin funksionuar ndër vitet dhe se si e kishin përqendruar paranë tek duart e tyre apo të afërmve të tyre. Dhe u konsiderua si një nga dosjet e frikshme për atë se çfarë na kishte shkaktuar. Po në raport me hetimet, me masat, me dënimet. Ne duhet kuptojmë diçka që për pjesën e rëndësishme të hetimit të gjykimit të kësaj çështje, po them ku janë drejtorët kryesor, po flasë tani për zotin Molla, për zotin Qato, dosja do të vazhdoj një gjykim normal. Për pjesën tjetër ne kishim një dënim për pjesën tjetër të drejtorëve të cilët, po them, nuk është se kishin një angazhim të madh, por në fund fare vepra penale është po e njëjtë. Në mos gaboj Debora Keçi, patëm dënimin e saj ditën e djeshme, por edhe konvertimi i tyre në shërbim prove. Në fakt, një praktik të cilën drejtësia shqiptare ka të njohur tashmë, por interesante për mendimin tim do të jetë procesi në themel ndaj zyrtarëve të tjerë të cilët unë përmenda, pasi ata kanë qenë, po them, njerëzit kryesor sipas prokurisë së posaçme, mbi të cilët kanë ideuar skemën, e kanë vënë në praktikë dhe në fund fare kanë përfituar edhe nga kjo skemë. Por megjithatë, kjo nuk do të thotë që personat të cilët u dënuan ditën e djeshme dhe u konvertua në shërbim prove gjithë dënimi nuk kanë qenë pjesë e kësaj skeme, pasi në fund fare dhe ata kanë abuzuar me detyrën e tyre, por interesant... Tipo aludon për amnesti ndaj tyre, lehtësim? Jo, nuk mund të them amnesti, pasi ligji shqiptare parashikon këtë gjë. Jo, amnesti në mënyrë figurative, duke i xhbër akuzat, ose duke shfryrë gjithë ato që
Ne pam si një nga aferat... Mund të shohim edhe si, po them, shfryrje të dosjes 5D, por megjithatë personazhet kryesore të saj do të jenë pjesë e një gjykimi tjetër të cilën ne do ta ndjekim kam përshtypjen dhe për mendimin tim mund të ketë edhe surpriza, pasi nga mënyra se si është zhvilluar hetimi i prokurisë, por edhe debatet e mëdha që prokuria ka patur me gjykatën në fazën e hetimit paraprak, kam përshtypjen që në mos qofsha gabim mund të ketë edhe një ndryshim akuze gjatë procesit hetimor. Çfarë do thotë ndryshim akuze? Ndryshim akuze sepse gjatë lehtësim po thua? Jo, po them për rëndim, pasi mënyra se si e ka hetuar prokuria, por edhe debatet që kishte gjatë fazës së hetimit paraprak, ku gjykata kërkoi që këta persona të hetohen si një grup i strukturuar kriminal, kam përshtypjen që mund të jemi përballë një situate të tillë, megjithatë kjo mbetet për t'u parë, pasi unë po them mbasi unë këtë mendim e kam mbi atë çfarë kam lexuar dhe po arri në këtë deduksion po them. Kurse përveç debatit madh që kishte edhe me gjykatën e apelit në fakt prokuria, ku kërkoi që këta persona të hetohen si grupi strukturuar kriminal, ndërsa gjykata e shkallës parë kërkoi dhe hetimin e drejtuesit të autoritetit kontraktor, që në atë rast ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Deri në këtë fazë të hetimit, pasi duhet thënë që ka dhe një fraksion për çështjen 5D, ne nuk kemi parë përfshirjen e veprimeve të kryetarit të Bashkisë së Tiranës në atë kohë Erion Veliaj, pavarësisht se gjykata kërkoi që të hetohet edhe roli i tij në këtë histori. Megjithatë, prokuria është në drejtën e saj për të bërë fraksione sa të dojë të dosjeve që heton, por kam përshtypjen që këto vonesa në hetim nuk i sjellin asgjë të mirë, po them një procesi të rregullt hetimor dhe më pas një procesi të rregullt gjyqësor. Por duhet thënë që me këtë hetim prokuria e posaçme sigurisht që ka bërë një punë të mirë, pasi na ka arritur të faktojë me prova dhe fakte që në Bashkinë e Tiranës ishte ngritur, po them, një strukturë ku bënin pjesë disa persona dhe këta persona nga buxheti i Bashkisë së Tiranës përfitonin tendera, duke ja kaluar një kompani në fakt që të cilën e zotronin vetë. Po. Tani, me çfarë argumentash kemi shërbim prove për Debora Keqin dhe zyrtarët e tjerë, GVM? Se kam dy element këtu që dua realisht si unë edhe publiku t'i kuptoj. Para njerë, këta marrin lehtësi, ti më thua nga mënyra se si është hetuar nga debatet që kam parë, mund të rëndohet. Por këtë do të rëndohet... Për personat kryesor, po them, që ata të cilët kanë mbajtur në skemë. Që dalim teknologjik, hajde të kuptojmë tash çfarë bënte Debora Keqi dhe pse u... Dhe tretimet. Po tani, me qa kujtoj, Debora Keqi ka qenë drejtoresh në Bashkinë e Tiranës dhe ka zhvilluar një tender të cilën e ka fituar kompania 5D, cila në fakt zotëroi nga drejtorët e tjerë të Tiranës dhe ajo i ka lënë, po them, akses të lirë personave të bënin dokumentat si që i donin ata. Madje me qa kujtoj duke vënë në dispozicion edhe emailin zyrtar. Kështu që kjo ishte mënyra, kjo ishte ajo që ka bërë Debora Keqi, por më thuash që si është amnistuar dhe pse është amnistuar, unë e thash, ndoshta kjo mund të duket dhe pak si relativizim, pasi por në fakt ky është edhe ligji shqiptar. Kështu që e parashikon këtë gjë që ti mund të dënohesh edhe me shërbim prove dhe nëse ti nuk je shkelës i rregullt i ligjit, nuk je përsëritës dhe Debora Keqi besoj nuk ka pasur ngarkesa të tilla gjatë aktivitetit të saj. Megjithatë, unë them që ne duhet fokusohemi diku tjetër në këtë histori, tek personat të cilët kanë qenë kryesor në funksionimin e kësaj skeme dhe mendoj që procesi gjyqësor ndaj këtyre personave do të jetë me shumë interes dhe kam përshtypjen duhet të ndiqet nga ana e gazetarëve, nga ana jonë. Për ku ti referohesh? Për zotin Molla, zotin Qato edhe drejtorin tjetër që po janë 3 drejtorë kryesor të cilët janë pjesë e Taulan Tusha. Po, se një emër dhe ky. Shumë i rëndësishëm. Këta mendon që
do të kenë rëndesa në të gjithë të çështje dhe nëse shkojmë pak më tej edhe tek Veliaj? Po, këtë duhet ta shohim në procesin gjyqësor, por gjykata me çka kujtoj unë nuk i ka pranuar dhe gjykimin e shkurtuar. Kështu që ata do të gjykohen me një proces të rregullt gjyqësor, aty do të jenë gjithë dëshmitarët, provat e prokurisë, dëshmitarët të cilët do të ftojnë mbrojtja, prandaj them që do të jetë një proces gjyqësor shumë interesant. Nëse do të shkoj tek zoti Veliaj, çështja 5D, kam përshtypjen që një indicje të tillë na e ka dhënë gjykata e shkallës së parë, e cila caktoi masat e sigurisë, ku ajo ka kërkuar hetimin e autoritetit kontraktor, por sa veprime hetimore ka kryer prokuria në këtë drejtim, unë nuk mund ta them, pasi do të jetë në proces gjyqësor që do ta shohim, por edhe gjatë hetimit të atij fraksioni që ka mbetur nga kjo çështje. Por mbetet për tu parë nëse zoti Veliaj do të jetë pjesë e këtij hetimi, dhe ajo që është më e rëndësishme, a ka pasur dieni ai për gjitha, po them, atë palishmëri që zhvillonin drejtorët e tij më të rëndësishëm, pasi është pak e vështirë që mos dish se çfarë bëhet në institucionin tënd. Aq më tepër kur, po them, opozita dhe media prej vitesh kishin ngritur dyshime dhe kishin raportuar se në Bashkinë e Tiranës funksiononte një kompani, ose më saktë, drejtorët e Bashkisë së Tiranës kishin ngritur një kompani të tyre, të cilët i jepnin tendera. Çfarë dëmi shkaktuan ata? Se tani hajtë flasim edhe pak me shifra të xheve. Deri tani për miliona euro të doganat. Po një dëm na e ka thënë pak a shumë prokuria e posaçme. Ata kishin fituar gati 20 milionë euro tendera të shtrirë ndër vite nga ana e institucioneve. Kështu që se sa ka qenë fitimi i tyre, tani nuk mund ta bëj llogari, por që ata kanë marrë tendera duke përdorur ndikimin e tyre në institucionin kryesor që ata punonin, Bashkinë e Tiranës, ky është një fakt, të cilin e ka hetuar prokuria e posaçme, dhe janë 20 milionë euro tendera të cilët ata i kanë përfituar ndër vite nga ana e institucioneve shqiptare. Kështu që edhe shifrat i kemi në këtë rast. Por sepse korrupsioni pastaj bjem dakord që është ajo që unë të kap ty në xhep, por disa prova dhe disa indicje që tregojnë që këta persona kanë përfituar para duke kaluar kompanisë të tyre ekzistojnë, komunikimet mes tyre, fakte të tjera të cilat prova që janë administruar ndosje. Po fakti që këta kanë qarkulluar me shifra të tilla dhe tashmë janë pas hekurave për korrupsion, i bën ata shumë të pasur ku i kanë investuar këto para, dhe a ka ndërhyrë prokuroria tek gjurmimi i paras? Çfarë pasuri e ka sekuestruar deri tani, ose po heton? Ka një hetim pasuror për këtë rast prokuroria e posaçme, ka sekuestruar, po them, disa kompani të cilët dyshohet që ata i zotërojnë, disa investime që ata po kryejnë në hoteleri turizëm në qytetin e Durrësit, por sekuestrimi nuk do të thotë marrje përfundimtare nga shteti. Është një proces hetimor i cili vazhdon. Në këtë fazë kemi sekuestrimin, ata nuk mund të ta tjetërsojnë apo ta shesin këtë pronë apo këto kompani, deri në momentin që do të ketë një konfiskim nga ana e shtetit. Kështu që është një proces hetimor i cili ecën paralelisht me atë penal, por është pak më i vështirë se sa procesi penal, pasi prokurisi duhet që të kryejë disa veprime shtesë hetimore të cilat edhe zgjasin kohë. Ndërkohë, çfarë dim sa i takon rastit Veliaj dhe bashkëshortes? Kush kanë qenë veprimet që janë bërë së fundmi në raport ndoshta me biznesmen, në raport me bashkëpunëtor? Japim lajme, rëndohen akuzat, çfarë ndodh në rastin Veliaj? Po, unë mendoj që, se do dukem pak shu si kundërrym tani me këtë që do them, unë mendoj që hetimi pasuror për familjen Veliaj, për çiftin Veliaj, mendoj që është një histori e mbyllur. Akuzat ndaj tyre janë të aq të faktuara, kam përshtypjen unë nga ana e prokurisë, sa kam përshtypjen që do të jetë shumë e vështirë që të gjendet një gjykatë e cila mund të lehtësoj, po them, pozicionin e tyre në raport
me akuzat e ngritura. Është faktuar që ata, paktën sipas prokurisë, që ata janë pronar të një vile në Qerret, të një apartamenti këtu në Tiranë në zonën e Kodrës së Diellit, por edhe që kanë interesa në një apartament tjetër i cili është shumë afër shtëpisë së tyre që ata kanë në zonën e Kodrës së Diellit. Dhe të gjitha këto raste sipas prokurisë janë të përfituara për shkak të pushtetit që ka pasur zoti Veliaj si kryetar i Bashkisë së Tiranës. Por unë mendoj që tani ne duhet ta gjejmë diku gjetë tani se çfarë hetimesh duhet bëj prokuria në raport me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, dhe ai ka një çështje e cila për mendimin tim është zvarritur nga prokuria nga prokuria e posaçme, e cila është çështja e inceneratorit të Tiranës, dhe unë aty do t'i kërkoja, po them, llogari tani prokurisë së posaçme, që pse nuk po kryen veprime hetimore në raport me inceneratorin e Tiranës. Qoftë për zotin Veliaj, por qoftë edhe për zyrtarët e tjerë të cilët mund t'i ketë në hetim prokuria e posaçme. Është një hetim i cili vazhdon prej 5 vitesh dhe ne shohim që prokuria ka vetëm fraksione në këtë histori, fraksionon çështjen, ndan çështjen në copa, duke mos pasur një vendim përfundimtar. Prandaj unë them që duhet ta kërkojmë diku tjetër llogarinë që na tregojë të paktën prokuria e posaçme që zoti Veliaj ka shkelur ligjin në raport me, po them, koncesionin e inceneratorit të Tiranës apo jo. Ajo firma që ai ka lëshuar në atë shkresë që ne e shohim që qarkullon kudo, është në kundërshtim me ligjin apo jo? Dhe unë kam përshtypjen që prokurisë së posaçme nuk do t'i duheshin 5 vite për të na treguar këtë histori. Të pyes edhe për një çështje tjetër, dhe që ndoshta është ngjarje nga kronika, por lidhet edhe me pasuri, sepse kur godet pak në nivelet larta të politikës ndjek pasurin, por edhe të grupet kriminale, të ura. E pa që përshikoje letrat, por... Jo, por shifja temat e diskutimit që kemi, gjithsesi okej është, se edhe ditën e djeshme ne kishim emisioni Kronos ka trajtuar pikërisht operacionin Ura dhe... Po si mendon, Xhevi, që mund të mos ta përmend për shembull çështën e Ura, kur ata italianët na shpallën mafia, tani kemi hyrë gjithë në atë diskutimin se çfarë ndodh me grupet tona, e bëjnë aktivitetin këtu, apo realisht janë me sa mafia, sa ndrageta, sa kujdiun, se ne kur themi mafia... Unë nuk mendoj që shqiptarët janë aq të fortë sa të konkurrojnë me mafian italiane dhe ndragetën, por sigurisht që kanë rolin e tyre shumë të rëndësishëm në trafikun e, po them, të kokainës tashmë, sepse heroina është një gjë e cila nuk ka shumë fitime më për grupet shqiptare. Çfarë do të veçoje, ose çfarë solle të re dje në Kronos? Ky rast na e tregoi këtë histori që grupet shqiptare marrin përsipër rrezikun më të madh në trafikun e kokainës. Ata shkojnë në Amerikën Latine dhe rasti i tillë po them i troplinëve është i tillë, i Elvis Doçit. Ai kishte, po them, kontaktet e tij në Amerikën Latine dhe ishte ai që vendoste se sa kokainë do vinte, po them, sa mundësi kishte ai që cilte në Europë. Ata marrin përsipër, po them, porosin atje, më pas transportin, dhe në një farë mënyre ja sjellin mafias italiane që ta shpërndajnë në Itali, po them në rastin konkret në zonën e Barit. Por kur vjen puna tek shpërndarja e kokainës, po them në zonën e Barit dhe Puljas, aty grupet italiane nuk është se tolerojnë shumë. Në një farë mënyre pjaca është e tyre, sheshi është i tyre ku do të shpërndahet kokaina, por sigurisht që ata e pranojnë drogën e sjell nga grupet shqiptare dhe janë të gatshëm që të blejnë drogë nga grupet shqiptare për shkak të dy gjërave, që atyre i ikën rreziku i transportit dhe i trafikut nga Amerika Latine, dhe e dyta, shqiptarët e sjellin me një çmim i cili është deri diku i pranueshëm nga ana e tyre.
Por shqiptarët po kanë rolin e tyre dhe janë bashkëpunëtor të mafjas italiane, por kam përshtypjen që nuk janë në të njëjtin rang si që është Ndrangheta apo Sacra Corona Unita apo klanet të tjera mafioze që funksionojnë kryesisht në Italinë e Jugut. Por janë bashkëpunëtor të tyre dhe kanë rolin e tyre sidomos në trafikun dhe transportin e kokainës nga Amerika Latine në Europë dhe Itali, po them, sepse ne po diskutojmë për rastin Ura. Unë po të falenderoj, thjesht e kisha këtë të fundit për ta kuptuar se çfarë realisht ka ndodhur dhe kush janë personat tjerë që binë pranga, çfarë roli kanë, por dhe në ditën e vijim ne, sikur se ju keni vepruar në Kronos, do ta shohim sërish, se për nga përmasa deklarat që u bën këtu, sikur që nuk është një gjë nga ato që themi ndodhi diku. Jo, po them që grupet shqiptare janë të rëndësishëm, por jo me aq sa unë kam lexuar këtë dosje, po jo aq sa ne t'i bëjmë më të rëndësishëm se sa Ndrangheta dhe sa po them Sacra Corona Unita apo klanet të tjera të cilat funksionojnë në Itali. Kjo është, po që janë bashkëpunëtor të tyre, ky është fakt tashmë, nuk Po, ne do të përqendrohemi në ditën e vijim edhe tek aktiviteti këtu, pra çfarë kanë shkaktuar dhe ku kanë qarkulluar paratë dhe me kë i kanë patur përplasjet. Për sot falenderoj. Faleminderit.